A është vërtet sot dita më me tërës e vitit, apo thjesht kemi frikën nga një numër? Sot është e premtja e 13. Për shumë njerëz, sidomos në vendet anglosaksone, kjo datë lidhet me fatkeqësi, aksidente dhe ngjarje të errëta. Disa shmangin udhëtimet, të tjerë nuk nënshkruajnë kontrata. Madje ka edhe nga ata që nuk dalin fare nga shtëpia. Por nga vjen kjo frikë? Numri 13 prej shekujsh konsiderohet i pafat në kulturën perëndimore. Një nga arsyet lidhet me darkën e fundit, ku ishin 13 persona në tryezë para kryqëzimit të Jezusit. Po ashtu në histori janë përmendur ngjarje të rëndësishme që kanë ndodhur pikërisht të premten me 13, duke e forcuar edhe më shumë mitin. Madje ekziston edhe një term shkencor për frikën nga kjo datë, paraskevideka-triafobia. Po është reale dhe miliona njerëz e përjetojnë çdo vit. Por ja pjesa interesante. Statistika tregojnë se premtja e 13 nuk ka më shumë aksidente apo fatkeqësi se sa çdo ditë tjetër e zakonshme. Ekspertët e konsiderojnë këtë thjesht një supersticion, një efekt psikologjik, ku njerëzit i kushtojnë më shumë vëmendje gjërave negative, pikërisht sepse presin që diçka e keqe të ndodhë. Madje për ata që nuk besojnë në bestytni, kjo ditë mund të jetë më e favorshme se të tjerat. Më pak trafik, më pak udhëtime dhe shpesh oferta më të lira. Në literaturën perëndimore, e premtja e 13 përmendet që nga shekulli i 17. Madje janë krijuar edhe klube skeptikësh që organizonin darka pikërisht me 13 persona, vetëm për të sfiduar mitin. Pra, është kjo ditë me të vërtet tërës, apo ne vetë i japim asaj fuqinë që nuk e ka? Çfarë mendoni, e rastësi apo ogur?